شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Të dashurit e mi, vllazërit shumë të nderuar, xhamatli të respektuar, të gjithë së bashku e falenderojmë dhe e madhnojmë Allahun, i cili është i vetëm dhe i veçantë, i cili është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Shumë selam i adresoj për Muhammedin a.s. për familjen e tij, për shokët e tij, për çdo besimtar o besimtare në faqen e dhëut që nuk i përshësh Allahut, edhe e besojnë pastër dhe pa të meta. Të dashurit e mi, sot është xumaja me datën 17 prill viti 2026. Kjo datë koincidon edhe me një kujtesë të dhëmshme të popullit tonë që jemi përzanë pa të drejtë sot 27 vjet prej shqipullit, duke na shkatëruar çdo pronë jonë, duke na ekspozuar para çdo vrasje edhe para çdo katastrofe që ka përjetuar ky popull, por çka shumë është interesant. Pas gjithë asoj vujtje, ja ku jemi. E falenderojmë Allahun, jemi në vendin tonë të lirë, sigurt, edhe pas një meremetit të jashtëzakonshëm brenda 90 ditëve. Ka koincidu sot 3 muaj me 17 janar këtij viti, i bjen 90 ditë prej sotit. Ju kujtohet atë ditë isha shumë i lumtur se kisha prej asaj dite 4 ditë që kisha një intervenim me zemër, edhe e filluam me bismillah, edhe erdhën gati në përfundim dhe pjesën qendrore të xhamisë që kemi përfunduar, kam mbetur edhe të pia, po dhe kjo është duke ardhur me emër të Allahut, edhe pjesë të tjera të xhamisë të cilat qysh kemi nis këtu, ato kemi me i bitise, ato i kemi nis me i removu. Kur dojmë edhe mujë, kur jemi bashkë, nuk ka pengesë që na del para. Prandaj, komendu çka më ju fol sot, se është ditë edhe kujtesës para 27 viteve se se kemi përjetuar një gjenocid të bashkë, por edhe një ditë ku është ditë gëzimi për neve sot. Sidomos xhamati xhamisë që gravitojnë edhe vinë falen prej 4 anëve të shqiptarisë në këtë vend, se kjo është vend edhe i faljes, se këto shumë gjatë që e në falje, e shumë nga të rejse e në shumë. Besa kam insistu edhe sot më orë një pajtim më bënë se është bënë që kam e të më realizu dhe më ekzekutu, por edhe disa çështje protokollare që kanë mbeti, se është shumë një rast i ndishëm, edhe inshallah kanë më përshë, inshallah. Vllazët e dashur, është surën e Dharija, një ajet. Zoti flet sikur na merr pyetje neve të gjallë para se me dekë. Thot Zoti në Kur'an: "Fama dhannukum bi rabbil alamin." Çka mendoni ju për Zotin e botrave? Neve më drejtohet, njerëzve. O njerëz, Allahile ka zonë me mu, çka mendoni ju për mu? Por Zoti dënë përgjigje për veprave tona, nuk e dënë përgjigje për fjalëve tona. E veprat tona duhet me atë dëshmu Allahut, çka mendojmë na për Allahut. E Allahu xhelle xhelaluhu për besimtarëve kërkon veprën, sepse me vepra na ja dëshmojmë Allahut sa na mendojmë mirë për Allahun, sa na mendojmë pozitivisht për Allahun. E për me mendu mirë për Allahun, standardi i parë që duhet me plotësu çdo besimtar kërkëshia e tij, xhelle xhelaluhu, është i vetmi i pandryshueshëm. Përveç se me mendu mirë duhet më konë i sigurt të mendimin tënd të mirë ndaj Zotit, mos me jep dorë për kërkesës Allahut. Po vjen një burrë dhe një gru të Hazreti Musa, hadithi i vërtetë.
Kur shkojsh te Allahu mu taku, se Musa alayhis salam ka fol me Allahun pa vete, e ka pos orarin e caktuar. Kur shkojsh me marr të vratën, paraqitja që kërkesë. Musa alayhis salam ta kordoi. Kur kthehet i lypa të dy, atë burr dhe atë gru, atë çift bashkëtorë. Edhe thot Musa alayhis salam thot, unë e kom paraqit kërkesën për ju dhe të Allah. Për Allahu po thot që ju jeni steril. E kam shkru që ju keni me konë steril. Steril është ai cili nuk bën fëmijë. S'bën fëmijë. Tha dërë, e unë e kry, tu qoj, edhe u këthyn. Pre ati momenti, Musa alayhis salam po kalon pranë shtëpisë tyne mas 9 mujve. Penin një zonë fëmije në të bërë. Edhe u bo kur rështon Musa, shkën e tërket derën, tak. Dere, hajde bërëm Hazreti Musa. Vallahi tha, më keni go shëbeli. Mu Allahu më ka thonë, jo i një steril, këtu penin një zonë fëmije. Tha është e vërtet. Po pre ati momenti, kur e kena marrë këtë përgjigje, na e kemi fillu me shtu i badetin dhe Allah. Dhe Allah. Na tha, kena thonë, ja Rahim, në moment Allah për ndërprejnë bisedën, edhe për thërët Musa a.s. Allahu për thëtë Musa a.s. Kur ata kanë fillu, më thonë në, o gjithë më shërshme, se Allahu caktimin e vetë për e ndërëj ka vesh me një sebe, me doon tonë. Unë tha e shkrusha këta e në steril, do të tyne ja Rahim, ana fëmi. Nuk shkrusha tha, edhe fshisha. Apet e shkrusha, apet e fshisha. Sa Allah e me jepë nuk në logari. Qka dënë Allahu banë? Kujtë Allahu nuk jepë logari. E qka i bjen kjo hadith? Kjo hadith i bjen që na të kukon të menqër pengesa mes neve dhe duave të më nga mi largu. Kjo është menqërie besimtare. Për që ata e njësa hytëbën me fjallën e Zotin surën dharja, qka me në një për Zotin. E njëri menqër i dim punë të veta. Se cili na për neve e dim sa i na me Zotin sa nuk jemi. Se cili e dim për neve sa kena gjënore sa nuk kena. Sa dina na me arsuetu vetën. E që dina na me lavdru vetën në të shka tjetër. Po na, që ka thonë Allah në Kur'an, belil insan, ma le nefsi, basira, o le elka, ma adira, se cili njëri e një vetër, Zoti po thëmë. Edhe pse njëri të më arsuetu, se cili të. Po na në qëria, e ju është me gjithë mënyra që është njët barierat mes neve edhe duove që mos më na refuzu për Zotin. Cila koka? Njëma për këtyre koka vlasë, nëse harame. Lutin e Zotin për njëri tjetërin. Se koka një polë me lekë, që Zotin ja ka kriju njëri. Ti lutësh për vllahun tënd, ai me lekë lutën për ty. Edhe nuk ko duo që me lekë të refuzohet, sa da e vagjonare. I vetëmja pengesë, i vetëmi barjerë, i vetëmi hendek, mes neve edhe pranimi duove të në tek Allahu e gjënohet. E mirë tash, me na mush me gjënohet, që ky komoditet, neve me dëmos në sjellë gjënohet, se na shpesh sjellën bukë për mësë para mirësive të Allah. E qysh me nërgu pengesën mes neve edhe refuzimi duove të në është, na mu lutë për njëri tjetërin. Sepse kur lutëmi na për njëri tjetërin, automatikisht me lekë kanë honë edhe për ty. Edhe për ty. E këtu vllai jam i dashur. Ky është mëshira e Allahut. Zoti na ka kallëzuar kush është ai, xhelel xhelal. Mas pore, dy shembull nga historia e kohës të Musës alayhis salam për të kallëzuar. E para vllazën të dashur, që lidhet edhe para dhe dyta lidhet me Firaun. Firauni vllazën ka qenë njëri prej zullumçarëve më të mëdhej që e ka posë burta dhe nuk nje. Sa do që kosën zullumçare, bojnë padrejtësie, shkatërojnë, prejnë, masakrojnë, peshin i vllazën. Mas 27 vite gjindë trupi i një
9 vjeçori që është vëron për kaz, edhe ku e kanë marrë Jusufin. E pati lojë. Mas 27 vite, do më thonë, që shka zullumi kanë bo genocidiane, barbare. Mirë po, Firauni e kale. Kur e ka po Firauni, që Musa a.s. ku hinë deti, edhe ju ka qenë deti. A i pejmen dhe marësi e ka thonë, edhe mu më rënë që shtë a më nëzatë, ushtrisë aparatit vetë. Edhe mu më rënë që shtë edhe me hi, veç në dëgjën me vëmendje. Kuajt nuk ka ndoshtë me hi, sepse shtaz e ka një instinkt që njërit i mungan. Kur do në ordenimi Allahët, shtaz në hetëve, ke po mitë që është një vritin, kur do në bo tërmeti, a është denimi Allahët. Kur do me bo vërshim, që është hetëve shtaz, e koni e ka hetu, që do më ndodhe një katastrofë, nuk ka pranu me hyu. Këtu janë 2 intervenimet Gjibrilit a.s. Shikon me leku Gjibrail që është ka gjelëzu, veç më dhani, ka gjelëzu në rahmetin e Allahut. Nuk ka pranu Gjibrili a.s. që Firauni me i thonë Zotit, o Zot falem se Zotit kish falem. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me pasni Allahu prej gojës Firaunit, o Zot pështon, Zotit kish pështon. Qa që ka rahmet. E i ka po 2 intervenime me Firauni. E para i ka rakolit shkelër, që me shtin deti. E dyta, fëmija. E dyta, e ka mush grushti plot dhe e ka mush gojën në vej. Sot si pas analizave që ka mo mjekësore, në vitin 1982 të drupit të Firaunit, del ende zohë për gojës së Firaunit. Edhe Allah i ka thonë Musës a.s. Musë a peshe Firaunin të umyt të deti. Musë a.s. ka thonë po. Kënë Petra, ka thonë mu. Musën e ka thonë Firaunin. O, Musë një mam. O, Musë i ka thonë. Një mam bre. Allah i ka thonë Musës, vallahi vesh një herë, më më thirë mu, unë e pështej. Kjo është Allah. Unë e pështej. Para se një ndodhë, për qësoj dite, Firaunit 40 vjen i është pezullu dënimi Firaunit. Pse? Ka pos 40 më herë në ndodhë. Pse ju ka pezullu? Pse ka pos në gjohë Firaunit. E mshira Allahut që ko ndaj nënës për evlani, nuk ka dosht Allahu që nëma Firaunit me përjetu dënimin që ko me uderën për mbi trupin e ti. Kjo është Zotin. Përsta thëtë Zotin, fema dhënë nuk unë bira birani. Qa me në për Zotin? Aqë e ko fuqin, absolute Allahu. Ku gjës po lyp e ti? Veç po lyp, ti me farën të ruat. Edhe nësë mi po shëqat. Për andaj, qka nëzirëm në pak për kësë fjallimit të 2 objektive. E para, ku një mëtoni që shkejt një argu pengesat me steja dhe refuzim duave, të e lutë Allahu për kemi tjetër. Edhe dyta, mos me në një kesh për Zotin, me në një mirë. Sepse Allahu për shkak mendimit të mirë, Allahu me në një mirë. Wallahi për kam zemit detaj, për kohës ku i mi konfrontu me gjelatët barbarë, momente më kritike të mundshme, ka pos bura që të kanë thonë Zotit ka më në një. Kër i kena pyte, qysh ka më në një Zotit, qysh ka më në pështu Zotit, ka thonë nuk di në veç, qysh e ka pështu Allah, Musët edhe neve ka më në pështu. Edhe Allah e në pështu. Edhe vallahi Zotit e në pështu. Edhe vallahi pa thonë Zotit, asë një fitore në kishë në realizu. Për andaj vazën shqiptar e besimtar, se na e na këtë besimtar të Allah, pa mërësish për nacionalitetet të tuna. Unë nuk bëjt dalime në emi një. Na duhet i falendeheru me Allah. A peshenit vazën, punë të mira bohën kapak. Qysh bohën kapak? Pe që po fillon për gjamis tonë. Që po këthejmi për shkak se e kemi qenë në falë këtë pjesë të bukur gjamis. Qysh, mas pare të rëllë gjamis, është vanë dhurat për 2 rahmetlive burë dhe kërë. Haji Hamidit edhe zëllës Shah. I shabën gjennetit në të pastaj vazën është ndërtu me iniciative në kuja Ibrahim Selacet, Ibrahim Kurët. I më borë tullat e gjamis, vllazni me kilometra që i përgjohën gjamia Shikurit, si kur gjamis të Plumbit
plumbit, më falni, sikur xhamisë e plumbit në Shkodër. 10 kilometra gurë ishtë bordë para 400 vjetë. Ishtë popull 10 kilometra, të e morë gurën, dërë, dhe se kam punë të xhamia e plumbit në Shkodër. Haxhi Sadria, Haxhi Salidi, Haxhi Muharremi, Haxhi Moserbeko. E shumë haxhilerë tjerë që sot këtu nuk i kena, po inshallah në xhennet i kena, edhe pa fje dyshimit, e kanë bordë tull. Edhe ja po është. Na tash jena pe me rebetojmë, pe lulojmë, pe njëshojmë, pe zbukurojmë, pe rrogullojmë. Me anët Allahot, kjo s'ka me pas të lojë në 30 vjetë. Mas 30 vjetë, vjen një gjenerat tjetër, vinë djemë të një patun, inshallah, vajzat tona, stërmbesat tona, me emër të Allahut, që kanë me rregulluar, kanë me injise, kanë me përshtat rrethonat veta. Që shtu lidhen rrethona, kështu investohet, shqyqyr që Zotin neve në ka po për atyre që me ndreq, e s'na ka po Zotin për atyre që e prishin. Pra ndaj na e kemi bon, inshallah në të nëmboha dhe me maj, edhe na lecën, edhe na ndihmon. Kështu kozë të dashur në morën mësim, se tash jemi mush me gjënohe. E për mu shkarku që Zotin me në mbrojt, shqiptarët, unë e thamë këto me përgjithsi, edhe morale, edhe emocionale, edhe akademike, edhe përgjithsi komtare, kafetare, e thamë, madje e thamë edhe me zemërgjansi. As një ibadet, nuk e bojnë ma mirë në shqiptarët se se sadaka. E falendrim Allah. Kjo është dhundia Allah. Vëllohi që ke sadaka. Karama e Zotin në. E mos të qojnë apërën këtë pikë. Zotin në një e për hajna qëtë. Këtu në sfundin, pas hytë pësta, është jenë 99 emët Zotit këtu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, El-Melik, El-Qudus, El-Salam, El-Mu'min, El-Musawwir, deri të fundit ajetit El-Metin, 99 emët Allahut Azza wa Jalla. Falenderoj Allahun, pastaj secilin që na kanë kontribuar. Duke filluar për vëllezërve tonë që të organizuar në Aniun, në Amerikë, në Evropë, e kudo që kanë një, Allah e shpërblet. Ata fillastarët jeni jo, ato centa. E me ato centa e kemi nisë, po me ato centa kemi nisë. Kemi bërë që një ditë ju thash stafit të të këtë, tash bërë tash ke që kullin bërë që kom shti, për këtë gjami, me po baki me dhe, kom ju thonë në testament, dhe një lëpë një shqipër, se ko pura e gra që e paguj me anë të Allahut. Dhe gjeraj, mos o të të se me anë Zotit, kemi paguj, inshallah Zotit kom në animu, pës të që nuk e kena letë me nërë, dhe sa të bojme pagesën e fundit. E kemi kulmin pa intervenu, e kemi pumpën termike që kena me vendosë për nëzënjën qëndrore me anë të Allahut, se afoti i ka skadu kësaj me pelet, me anë Zotit, e inshallahu të barëk vë ta'ala, edhe në pjesë të vogël, të borçit ndaj të pisë të kemi pa pagu shumicën absolut, elhamdulillah, Haxhi Faiku me dhja me ka kry, 10.500 euro, në kanë vetë edhe 7.000 euro, 3.500 e kemi dhonë, edhe 3.500 dhe në fund vitit i kemi me marveshje, gjithë shka është transparencë, kush nga pishman që nga kanë një mu, nëse eksistojnë dhe tjenë më kalëzu, ja këthejnë nëse po nevojë, nëse jo, edhe pa fije dushimi, kjo gjithësëse që ka me mbeti jo, shihemi tek Allahu, veç një sen ku një garantu. Këto mos harani me një emanet, se e thamë me zemër gjanësia dhe me plët të rimni, edhe së rrugë ma heqë, një e keni të garantu, pasha Allah, e pasha Rabbul Alemin, e pasha Zotin e Muhammedit a.s. E pasha Allahun e Isës, e të Musës, e të Ibrahimit, e të Nuhit, e të Adenit a.s. Tonë keni mund thonë mesën në ditë kja mirë, se përhoqët nga theshe halama shumë, se s'na bëjshë të rësni, kuptimi pozitiv për përdojnë fjallën të rësni, se ja për këshën po hojrën, asoj sa toke që këshën të zërë. Me anën të Allah, të keni të garantu me sahotën e bekës, e natën e vurët edhe në ditën e kiametit. Falenderoj shumë mishën Habibin, me gjithë djarë, që sëse edhe Muhammedin dërë me Haxhi Salih, kjo bëndecit, Allah e shpërë, e gjithë të tjërët edhe për triti që ka mujtë pas të tim, edhe mënurët, në këtë ditë, edhe pse unë e kritikoj shumë, e kërkoj
se nashta pak e unë e të përrej, ka herë edhe Habibit ja qatë që ka pa plonët, kur e shifra që kam pabim, iksha, për e të thesha, më në isha në një golden eagle, me mund me të mirë, da, edhe më shtet ka përceshëm. Zotin, e qofshin për kumë të gjithë, Allah i nuk nashtë, respekt për gjithë se cili. Edhe pse në nuk më në një shumë a shumë, se në vesh njëri një shumë ka Allah, por me dashni tonë dhe ju mujnë e rena, një ka një. Vallahi ju mujnë një ka një. Ju tup edhe ju respektej për hatën zë. Inshallah të zëtë nuk në mund të e një kjane. Falem dhe shumë i qofshin. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin hamidun majid. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. Kako që duke më rënat me 20 vjetorin të punës aktive që imam të në shkollit, edhe 20 vjet, këta jetë që keni shkru këto për para me je, ja po mësu. Edhe nëse nuk ditë dikush me artikulu, veç me bova ki me një YouTube, wala tehinu, wala tahzenu, وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Mos u shqetësoj, as mos u lështo, as mos u mëzit, as mos u ngushto. Ti je majnoriti, veç një kush ki me plëcu. In kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar. Allah një muft, e elhamdulillah që e përgjit. Edhe Allah shpërgjit për idenë, por edhe për punën, por edhe këta armat bukur, duhet të punat, subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pse I kom qitë në pes, e ka një urtësi, ta shpohëncionuna, se me fehmin shumë të në të që kam edhe të pasës dhe të luftës, edhe vlonë të në Arben Hoxhën atër, se trit e shumicë absolute kanë qenë të vjetër, e njëri u kom mes gjeneratës tur edhe të tjere pleq krejt në gjami Qikullit, e ato se kema se dhe është bacime, ta në të poshë e ajle ka mësu mu, fehmis edhe arbelit, fjallin, subhanallah, elhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. E këtu I kom qitë të pesë du, që sa e të lexoj, Allahu shpirtin e ti me kënaqë të gjellë. Prandaj, krejt që ka poshetë, nuk është e rasë. Gjithë shka është e planifikume, gjithë shka është e adresume, edhe nëse më vejtë për që të posterë, bimë të kalësu. Pse këmë zgjellë që të posterë? Se I ka 114 puqa, 114 sjanica. Se një me tha që ka e puqa, ta sjanica. 114 puqa që koincidën me fjallën e Allahut, 114 surë në Kur'an. E besoj që të një pëllqy. Allahu e pranë. فإن الشخص سبحانه بالعزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.